Përshëndetje dhe mirë se vini të dashur ndjekës në podcastin ton Rishtazi. Sot i ftuar është Arben Fetaj, zëvendës kryeministër për qeverisje të mirë. Dhe një nga arsyet që pse e ftova zëvendës kryeministrin ishte për të bërë një bisedë pak me tone më të qeta, sigurisht për çështje të rëndësishme, por larg atij tensionit që ndonjëherë politikën e përfshin, sidomos kur ka zgjedhje. Dhe sigurisht që ka shumë pyetje për interes të opinionit, të cilat besoj se do t'i adresojmë. Faleminderit që je pjesë e këtij podcasti. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem përsëri në emisionin tuaj. Sigurisht për ty njerëz din, nuk din, është e lidhur shumë angazhimi juaj publik me atë kthimin nga Brukseli e këtej merat, do t'ju pyes edhe për atë, por se mendoj që opinioni vazhdon t'i ngrej disa pyetje, sa bëhet, sa nuk bëhet për kthimin e emigrantëve, ideja është gjithmonë ikin, po ku janë ata që vinë, po do ta flasim këtë edhe në kontekst të postit që ke, por dua ta filloj me ato ligjet që po të rreqin shumë vëmendje në opinion, dhe i pari ishte Safe City. Si e shikon si zëvendës kryeministër këtë ligj në kuptimin e sa i favorshëm det për qytetarët, se detajet e ligjit i dim, domethënë po ka, siç e ndiqni edhe juve, ka shumë reagime. Po, unë besoj që ligji Safe City është politizuar pa nevojshëm. Janë ngritur shumë dilema, janë ngritur shumë fake news, janë ngritur edhe propagandë që tenton të etnizon çështjen e ligjit për kundërvajtje, në fakt, që e rregullon sistemin Safe City. Sistemi Safe City është sistem që tenton të vendosë rand në qarkullimin publik në mënyrë që të ulët shkalla e vdekshmërisë, aksidenteve në trafik, sepse sistemi është menduar dhe dizajnuar sipas statistikave që i kemi si shtet në lidhje me aksidentet në trafik në nivel vendi. Kamerat janë vendosur në ato pika që janë pikat ku është konstatuar me evidencë statistikore që ka aksidente, ka rrezikshmëri dhe ka vdekshmëri. Ja, zoti Fetaj, dy çështje këtu. Për shumë njerëz, realisht qesharake kur të thuash do të targetohen vetëm shqiptarët, sepse nuk bëhet ajo. Mirë, po nuk është qesharake kur thirrja, mesazhi nuk të vjen në shqip dhe ne vazhdimisht themi që institucionet duhet ta përdorin të dy gjuhët. Për këtë nuk mund të thoni që s'kan të drejtë ata që kritikojnë. Po, tani unë çështjen duhet ta shtroj pak më gjerë dhe të kthehem përsëri aty ku isha. Qasja është një qasje parandaluese, nuk është qasje ndëshkuese. Qëllimi i qeverisë nuk është të ndëshkojmë njerëzit dhe të mbledhim para për të mbushur buxhetin, siç mund të jetë paraqitur nga një pjesë e opozitës. Po u kuptua ajo, edhe një pjesë e madhe e qytetarëve thonë që vërtet ka pasur vozitje të shpesh edhe ne jemi pjesë e trafikut, nuk e mohojmë dot këtë. Po kur flasim për implementimin e ligjit, fillojnë të vinë dilemat. Arsyet ju justifikojnë, nuk ka diskutim. Sado që të ketë reagime, qëllimi është për të mbrojtur jetët e njerëzve. Sigurisht. Dhe ka evidencë. Po, ka evidencë tashmë. Po implementimi, tani pse duhet të vijeni në pozitë që dikush t'ju thotë pse s'është mesazhet edhe në shqip, pse nuk është edhe tash zoti Rashidi është prandaj desha të qasëm pak më gjerë që mos futemi menjëherë në çështje të detajeve të zbatimit të ligjit në fjalë. Ligji ende nuk zbatohet, e dim se jemi ende në fazë testuese, sistemi fillon të operacionalizohet plotësisht, përfshirë edhe pjesën e dënimeve, kundërvajtjeve, kështu me radhë nga data 1 shkurt. Tani jemi në fazë testuese, janë disa kamera në nivel vendi që janë aktivizuar për të testuar sistemin në tërësi dhe edhe pjesa e SMS-eve dhe emailave që pranonin në bazë të numrave dhe adresa email që keni dhënë kur keni regjistruar veturan tuaj, është në fazën testuese. Me operacionalizimin e sistemin nga 1 shkurtje tutje, kemi qartësuar që do respektohet ligji për përdorimin e juve dhe të njëjtat do vinë në 2 gjuhët zyrtare në këtë vend. E garantoni këtë? Po, e garantojmë këtë pjesë. Do me thënë, në momentin kur do funksionoj sistemi, para do t'i marrin shteti do t'i marrë qytetarëve edhe shqip edhe maqedonisht. Në dy gjuhët. Uroj që mos ketë shumë shkelje, uroj që mos ketë aksidente dhe fatalitete mbi gjitha dhe gëzohem shumë që në bazë të
projektit, realisht fazës testuese që kemi bërë gjatë muajve që po i lëm pas, kemi filluar të konstatojmë edhe ulje të numrit të aksidenteve, po edhe ulje të numrit të mortalitetit. Dhe këtu duhet ndaj me ju, e kam me do e mos, për të dëshmuar që sistemi po funksionon, se kemi rënje në muajin para prak, pra në muajin e parë të zbatimit të këtij sistemi, prej 20% për sa i përket rasteve të lënduarve krahasuar me muajin e njëjtë të periudhës paraprake. Për sa i përket mortalitetit, deri më datë 25, pra në periudhën 25 dhjetor, 25 janar, vitin e kaluar kishim 11 viktima, 11 vdekje nga fatalitetet e aksidenteve në trafikun rrugor, tani kemi vetëm 4 në këtë muaj që po e lëm pas dhe 0 në qytetin e Shkupit. Kjo dëshmon që sistemi realisht ka krijuar një lloj mendësie që njerëzit i japin veturës shumë ngadalë dhe nëse je në trafik e ndjen këtë. Kjo duket nga të gjithë neve, nuk ka dilema, por çështja e ligjit ishte. Tash pse përmendesh dhe pse reaguan njerëzit, opinioni, kur vjen çështja me gjuhën shqipe, sepse vazhdimisht kemi situata ku ministra, titullar, të cilët kur munden e shmangin përdorimin e shqipes. Tani, pyetja ime është shumë kështu e sinqertë, jashtë politikës, pa nuk duhet të ketë mbaru kjo dilema, përdoret shqipja, as përdoret shqipja, edhe pse raporti me VMRO-n pastaj krijon këtë tension ku edhe ju ve në pozitë. Edhe këtu pajtohemi totalisht që diversiteti gjuhësor, dëgjuesia në vendin tonë është vlerë demokratike, është vlerë evropiane dhe si qeveri zbatojmë në plotni ligjin për përdorimin e gjuhëve. Aty ku ka mangësi dhe pajtohem me ju që në disa institucione ka mangësi, zyrtarët të cilët i përkasin partive tjera në kuadër të koalicionit, arsyetohen me ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili ka mangësitë e veta. Siç mund ta dinim, duket e kemi biseduar këtë çështje edhe në misionin e kaluar, në një trem duket paragrafi i dytë i ligjit, jo vetëm ta kryej, zoti Rashidi është me rëndësi ta kryej argumentin deri në fund. Parasha përjashtim të zbatimit të dëgjuesi në ato institucione ku barsi apo zëvendësi i tij nuk i përkasin përkatësisë shqiptare, rrjedhimisht nuk e flasin gjuhën shqipe. Ky është një ligj që e kemi trashëguar nga përbërja paraprake me mangësitë e veta, një mangësi është kjo pra, përjashtimi i dëgjuesisë në institucione ku nuk ka bars apo zëvendës të përkatësisë shqiptare, ka dhe shumë mangësi tjera të cilët edhe akademikët i kanë përmendur gjatë javëve të fundit. Një tjetër, zoti Rashidi, a e kemi me ligj që dëgjuesia duhet të zbatohet edhe në kartmonedhat e vendit. A e keni lexuar ligjin në detaje për sa i përket kësaj çështje? Aty parashihet që simbolët duhet të jenë në dy gjuhë. Simbolët ne i kemi, ka Xhamia e Larme është, më duket një nga simbolët që figuron në kartmonedhat e vendit tonë, nuk parashihet në ligj, sepse ata që e kanë hartuar nuk kanë qenë të fushës me gjas dhe në vend se të flasin për zbatim të dëgjuesisë në kartmonedha, ato janë kapur te çështja e simboleve. Edhe kjo çështje ja është, siç thoni ju, e kemi ecauruar, e kemi folur. Jo, po është me rëndësi të sqarohet për opinionin. E din edhe opinioni. Pyetja ime, opinioni zoti Rashidi nuk besoj që e din që ka institucione ku përjashtohet dëgjuesia në rast se aty nuk ka shqiptar drejtor apo zonë drejtor. Pyetja ime është kështu shumë e sinqert në kuptimin e asaj se këto titullar me të cilët ju punoni, këto njerëz të subjekteve politike, a nuk duhet të çlirohen njëherë përgjithmonë për përdorimin e shqipes, se ligje dhe nënligje dhe interpretime gjithmonë do ekzistojnë nëse ai do ta zbatoj. Po nëse se ti ke dëshirën e mirë, ta përdorish dhe gjuhën shqipe, kush të pengon? Jo, pajtohem, askush nuk pengon dhe unë besoj që e thash dëgjuesia është vlerë demokratike, është vlerë në evropiane në vendin tonë dhe të gjithë duhet ta kuptojnë këtë gjë, gjuha shqipe mos shihet askush nga rrezikim i drejtave, si rrezikim i drejtave të tyre apo si diçka që minon përdorimin e gjuhës tjetër zyrtare, që është gjuha maqedone. Ja, unë do shkoj një hap më tej. A ka nevojë ndoshta subjektet shqiptare, politikanët shqiptar të thonë që ne do e mbrojmë gjuhën maqedone. Mos u tremni në kuptimin e frikave për zhdukjen e gjuhës, nga që nuk përdoret.
ma kupton logjikën. Për të thënë që ne si institucione, në qoftë se jemi në institucion, do ta bëjmë këtë gjuhë sepse është edhe vlerë europiane. Ka 1 milion direktiva të Bashkimit Evropian të cilat i ruajnë gjuhët e vjetra, i ruajnë gjuhët e zhdukura. Irlandishtja për shembull është një për atyre gjuhëve që është rikthyer. Nuk ka rrezik të tillë, unë besoj që shqiptarët a ka nevojë ta dëgjojnë këtë që të lirohen me idenë e asaj që të thonë okay, do përdorim maqedonishtën, po edhe Shqipja duhet përdorë ta mbyllim më këtë. Jo, unë besoj që në këtë drejtim politikanët shqiptarë kanë bërë pjesën e tyre. I mbani mend deklaratat e Bujar Osmanit në lidhje me mbrojtjen e gjuhës maqedone, po e mbani mend sigurisht se në vendin tonë ka edhe ligj për mbrojtjen e gjuhës maqedone, kultivimin, avancimin e gjuhës maqedone, që është sjellur këtë në fund të qeverisjes paraprake, madje në kohën kur Talat Xhaferi ishte zavendës kryeministër teknik, pra në kohën e zavendës e kryeministrit Xhaferi është sjell ligji për mbrojtjen e gjuhës maqedone dhe në këtë drejtim unë duhet të theksoj që gjuha maqedone nuk rrezikohet nga askush, gjuha maqedone është gjuhë zyrtare e këtij shteti. Çfarë duhet të bëjmë ne që të mos ta bëjmë këtë diskutim? Domethënë, unë besoj që kjo është çështje e mençisë. E pranoj ligjin, absolutisht. Ligji duhet të përmirësohet, por që të përmirësohet ligji duhet të votohet në parlament. Nëse ti ke një mendësi që nuk do e lejosh ta përdorish gjuhën në nivel të barabartë siç e perceptojmë ne, ajo as nuk do ndodhe. Prandaj duhet fillimisht të bëhet kjo biseda e hapur me këto politikanë apo jo. Zotë Rashidi, problemi është që ligji për përdorimin e gjuhëve nuk e zbaton në nivel të barabartë gjuhën shqipe. Edhe pse në kushtetutë parashihet barabartësia, hilja ka ndodhur në detajet e ligjit që zbaton një parim të kushtetutës që është karakteri dygjësor i vendit. Në ligj ekziston një sër përjashtimesh. E dini që edhe në kushtetutë ekziston një përjashtim që është gjuha maqedone është gjuha e vetme zyrtare në marrëdhëniet diplomatike të vendit. E mirëni ligjin e shihni se ka shumë përjashtime. Po në anën tjetër ka edhe shumë çështje të cilat nuk zbatohen, shumë dispozita të cilat nuk zbatohen. Këto ditë ka qenë temë, besoj, çështja e dygjësisë në procesa gjyqësore. Me ligj parashihet, sipas nenit 9 po mduket të ligjit për përdorimin e gjuhëve, që procedura gjyqësore duhet të zhvillohen në 2 gjuhët. Është aberacion në vetvete, për shembull në gjykatën e Tetovës, ku gjyqtari, prokurori, administrata, edhe dy palët mund të jenë shqiptare, procedura zhvillohet në gjuhën maqedone. Tani a arsyetohet kjo me mangësitë që mund të ketë nenit 9 i ligjit për përdorimin e gjuhëve apo jo, kjo është çështje që u përket ekspertëve, po unë e di që ka, praktik në Kosovë mos flasim, procedura gjyqësore zhvillohen në gjuhën serbe kur palët e flasin atë gjuhë, po edhe në Vranjë të Serbisë për shembull ka procedura gjyqësore që janë zbatuar në gjuhën shqipe, përsëri për shkak të gjuhës së parë. Përsëri kemi probleme me mentalitetin apo me mendsinë e këtyre politikanëve. Problemi kemi te mosbatimi i ligjit apo ligjet që janë selektive, parciale dhe që nuk e zgjidhin. Për ta ezauruar këtë çështjen e gjuhës, domethënë që ti vjen për Brukseli, ju vjen për Brukseli e dini që atje përdoren gjuhë dhe nuk është problem. Për momentin Zvicra është duke kryesuar me OSBE-n, ka bërë një fushat të madhe duke thënë që ne jemi krenar që përdoren 4 gjuhë dhe që kemi 4 gjuhë zyrtare. Pra ti mund ta kthesh gjithë çështjen në një vlerë, po është çështja e mendësisë. Po pyetja ime për fund për gjuhën është në qoftë se do kishte një ligj i cili do thoshte që gjuha shqipe është plotësisht e barabartë me maqedonishtën. A mendon që në parlamentin e Maqedonisë me këtë strukturë, me këtë përfaqësi politike të maqedonasve një ligj i tillë do votohej? Unë besoj që një ligj i tillë me parametrat që janë dhënë në kushtetutë do duhej të votohej. Pra kushtetuta është e qartë. Do ta votonte VMRO-ja një ligj që do thoshte Shqipja është e barabartë me Maqedonisë? Unë besoj që kjo është çështje që duhet të diskutohet në nivel të koalicionit, të shohim, të bëjmë pse jo një evaluim të zbatimit të ligjit aktual për përdorimin e gjuhëve, të shohim aty ku ka patur mangësi, aty ku ka patur paqartësi dhe pasiguri ligjore, sepse kjo është pjesa më e rëndësishme. Ligji duhet të jap siguri ligjore dhe jo të kundërtën. Ky ligj ka lënë shumë çështje të parregulluara apo të rregulluara në mënyrë të pjesshme, parciale, në kuadër të pazareve politike. Dakor, domethënë duhet të diskutohet ende për të parë nëse është e gatshme skena politike për të votuar një ligj të tillë. Duhet të kaloj te ligji tjetër se mund t'i kthehemi kësaj çështje ta diskutojmë pafund, që ka të bëjë direkt me ju dhe ligji për balancuesin e famshëm apo për përfaqësim të drejtë. Përfaqësim të drejtë, po. Kur do ta shoh opinioni ligjin? Realisht
Ne këtë jemi të indikëpum se nuk e kemi pa. Ja, këtu është fajit e ju, jo po? të ne, po. Projekt ligji në fjalë është miratuar në qeveri në qershor, sipas dakordimit politik në kuadër të koalicionit është dërguar në Komisionin e Venecias si organi që është i thirrur për të vlerësuar, për të me praktikën evropiane e kështu me radhë. Komisioni i Venecias e ka shqyrtuar projekt ligjin ton dhe më datë 16 dhjetor na ka kthyer neve mendimin për projekt ligjin që kemi dërguar për mendim tek ata. Projekt ligji në fjalë, po ashtu është publikuar edhe në faqen zyrtare të Komisionit të Venecias dhe bestoj e keni ende aty bashkë me dokumentet tjera të asaj seance ku unë isha si përfaqësues i qeverisë për të mbrojtur këtë projekt ligj. Ky projekt ligj është ligj korniz, që zbaton për herë të parë në ligj parimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, i cili do duhej të ishte zgjidhur me ligj qysh në vitin 2003. Nuk është bërë kjo punë asnjëherë, sepse nuk ka pasur ata që duhej ta bëjnë nuk janë më në qeveri, tani jeni juve. Këto gjëra ata kanë kërkuar të heqet ballanceri, u është plotësuar dëshira, është hequr ballanceri dhe neve na ka ra bartë të sjellim ligj. Ta heqim këtë pjesën e fajeve. Sigurisht arsyet janë ato që i keni thënë, i kemi diskutuar. Ligji kur do hyjë në procedurë në parlament për të miratuar që të fillojnë edhe diskutimet publike për të gjitha vërejtjet, sugjerimet që mund të ketë ligji. Ne thash, mendimin e Komisionit Venecias e kemi pranuar në fund të vitit të kaluar, me festat e kështu me radhë, e dini, fillimi janarit, fundi dhjetorit janë periudha ku ka shumë pushime dhe nuk kemi mundur ta mbledhim grupin e punës për të finalizuar projekt ligjin mbi vërejtjet që kemi pranuar nga Komisioni i Venecias. Këtë javë që shkoj, unë mblodha grupin e punës përsëri dhe gjatë kësaj jave kemi konsultimet e fundit në lidhje me ndryshimet që janë ndryshime realisht për sa u përket definimit të koncepteve, balancimit të disa koncepteve brenda projekt ligjit dhe besoj nga fundi i kësaj jave do duhet të dakordohet versioni final dhe pastaj të ulem me kryeministrin dhe ta vendosim të njëjtin në procedurë qeveritare, sepse duhet përsëri që të kalon në qeveri me që kemi ndërhyrë në projekt ligj në kuadër të asaj që ishte dakorduar paraprakisht në kuadër të koalicionit dhe kur ta kalojmë të njëjtin në seancë qeveritare, uroj që të gjejmë dakordim sa më shpejt në kuadër të grupit punues në mënyrë që ndoshta nga java e ardhshme apo java tjetër ta lëshojmë përsëri në procedurë qeveritare si projekt ligj dhe menjëherë mbrapa i njëjti të shkon në kuvend për të debatuar, për të atëre domethënë pas një jave relativisht, aty, një javë dy besoj do të përfundoj shkrimi i ligjit me gjithë vërejtjet, me gjithë sugjerimet, dhe atëherë do të jetë publik, apo? Atëherë do të mund ta shohim këtë ligj të korrigjuar. Ligji vetëm është publik në faqen e Komisionit të Venecias. Për këtë pjesën e korrigjuar. Dhe ka qenë publik dhe tani versioni final pas këtij mendimi të Komisionit të Venecias futet në procedurë qeveritare dhe kalon shumë shpejt në parlament pastaj. Pak më herët thatë uroj që të gjejmë dakordim. Pse mund mos ketë dakordim? Po shihni, aty grupi i punës përbëhet prej disa ekspertëve më të mirë që ka vendi jonë të së drejtës kushtetuese. Aty natyrisht ka debat rreth secilës pikë të mendimit të Komisionit të Venecias dhe po ualo për kurreshën tuaj nëse keni ta lexoni. Ka disa koncepte që duhet të qartësohen, bie fjala po të çështja e balancimit për shembull që duhet të definohet më qartë midis meritokracisë dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, bie fjala te interpretimi i rezultateve të regjistrimit të popullsisë, sepse metodologjia ka krijuar një lloj paqartësie ligjore përsëri dhe e dini se çka ka vendosur gjykata kushtetuese në lidhje me këtë çështje. Pra janë disa gjëra, përfshirë edhe madje si themi definimin me ligj të përbërjes së trupit koordinues që do formohet në nivel të qeverisë për të ndjekur, për të promovuar, për të avancuar përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, sepse për shembull në atë pikë Komisioni i Venecias kishte kërkesë që përbërja të definohet qartë në ligj dhe mos t'i lihet, domethënë interpretimeve ose ndikimeve të ndryshme dhe kjo gjë të definohet një herë mirë në ligj që pastaj mos ketë debat. Edhe një pyetje për këtë ligjin, do ta shohim kur do dalë dhe do ta analizojmë.
me që në gjykatën kushtetuese u hodh apo u soll vendimi që nuk duhet përmendur etnia, si do garantohet përfaqësimi i drejtë, në qoftë se shqiptar nuk thonë dot që janë shqiptar, në qoftë se turqit nuk thonë dot që janë turq, në kontekst të punësimeve në administratë. Më çështja është goxha më e komplikuar se kaq. Sipas praktikës ndërkombëtare, sipas praktikës evropiane, nuk mund të detyrosh askë që të deklaron përkatësinë e tij. Përkatësia në bazë të jurisprudencës. Por nuk është detyrim, është dëshirë ime ata deklarojnë. Po prandaj, është dashur ta definojmë qartë që deklarimi i përkatësisë kombëtare bëhet në baza vullnetare, siç bëhet për shembull kur aplikon për një letërnjoftim ku mund të dëshirosh dhe të kërkosh që letërnjoftimi të ketë edhe gjuhën shqipe aty, apo jo, është e drejtë e qytetarit dhe kjo është praktika jurisprudenca evropiane në lidhje me këtë çështje. Ligji parasheh, megjithatë, që mbi bazën e deklarimeve të përkatësisë që janë vullnetare, përsëri po e cek, dhe rezultateve të fundit të popullsisë duhet të sjellët një metodologji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, që është një nga aktet kryesore nënligjore që duhet të sjellim pas miratimit të ligjit në parlament, brenda 6 muajsh. Po ashtu duhet të rishikojmë dhe të amandamentojmë të gjitha ligjet që mund të prekin në mënyrë direkte apo indirekte fushën e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Ne e dim që ka një sër institucionesh që nuk raportojnë dhe nuk kanë obligim të respektojnë këtë parim sipas ligjeve sektoriale. Këto ligje sektoriale do përputhen, do rishikohen dhe do sjellen në përputhje, në harmoni me ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili, siç e thash, është një ligj ombrell, një ligj korniz që rregullon për herë të parë këtë çështje dhe siguron që të gjitha ligjet që prekin këtë çështje të jenë në harmoni me ligjin dhe jo më të kemi kakofoni në nivel sektorial. Kështu si thoni ju, i bie që ligji do të jetë në funksion pas disa muajsh, me gjithë ndryshimet ligjore që duhet të... Jo, ligji është në funksion me miratimin dhe publikimin në gazetën zyrtare. Duhet të miratohet në parlament. Po. Që të filloj të zbatohet, do kalen disa muaj. Jo, fillon zbatimi me njëherë pas publikimit në gazetën zyrtare. Edhe këto aktet nënligjore me njëherë do të bëhet, se ju thatë duhet 6 muaj për aktet nënligjore. Kemi thash obligim që brenda 6 muajve pas hyrjes në fuqi të bëjmë evidentimin e të gjitha ligjeve që prekin fushën e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat për të amendamentuar dhe për të sjellë ato në harmoni me ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe për të miratuar në nivel qeverie metodologjinë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Kritikët do të thonë e hoqet balancuesin, e hoqën ata. Po pra, u hoqe balancuesi. Është me rëndësi të theksohet se kush e hoqe balancuesi. U hoq balancuesi, ndërkohë që gjithë këtë periudhë punësimet nuk bëhen me asnjë lloj mekanizmi për të garantuar përfaqësimin e drejtë. Kanë të drejtë kritikët kur e thonë këtë? Ja, unë besoj që numrat e punësimeve dëshmojnë qartë që respektohet çështja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Madje keni patur shpallje ta zëm të rekrutimet në ushtri, ku bardhëzi figuron që duhet të respektohet parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat gjatë punësimeve në armatën e Maqedonisë së Veriut. Po ja, me që pende ushtri, në Ministrinë e Mbrojtjes, përfaqësimi i shqiptarëve është për të dëshiruar. Ende nuk ka zëvendës ministër. Prej gjithë ato muajve. Është apo ka qenë në vazhdimsi, zoti Rashidi, apo a ka ndryshuar kohëve të fundit? Ajo është flasim për përfaqësimin e drejtë tani, aktualisht. Ndërmarrja pyet e Maqedonisë nuk ka drejtues shqiptar në asnjë vend. Apo siç kanë raportuar mediat. Shefat e policisë në orën në struk nuk janë. Tani unë vetë po ju jap disa argumente të cilat shkojnë pak përtej ligjit, zoti Fetaj, pajtohesh, sepse prap do kemi të bëjmë me çështjen e mendësisë. Frika e shqiptarëve këtu është që në qoftë se ke ti një Maqedonas ose një etni tjetër që nuk do t'i përfaqësoj shqiptarët siç duhet, do gjej mënyra si ta bëj këtë. Zoti Rashidi, po përmendi disa institucione, unë duhet t'i qasëm me radhë atyre që i përmendet. Përmendet ushtria dhe përfaqësimi i shqiptarëve në gradat më të larta, gradat generalve, është më mirë se sa ishte kur filluam ne si pushtet. Kemi rritur numrin e generalve nga 2 në 3, me sa e mbaj mend.
nuk ka zëvendës ministër të mbrojtjes për moment, po jemi në konsultimet finale, sepse sektori është i ndjeshëm, e dini që ka patur edhe zgjedhje, nuk kemi patur mundësi të emërojmë. Tani kur thua kështu sektori i ndjeshëm, dhe kur jep kështu përgjigjesh, nuk e di sa jeni të vetëdijshëm që ngjani një lloj si BDI-ja. Jo, tu jeni totalisht do me thënë, gabim, përgjigje të tipit sektori është i ndjeshëm dhe nuk ka skuadër sa që duhet dhe nuk kemi bërë këto, është në sytë e opinionit është një lloj si argumentimi BDI-s. Nuk e thash këtë, ju po më vëni tash ngoj fjalë që unë nuk i thash. Ju thatë që unë thash që nuk ka kuadër adekuat. Jo, ti, po ja tha zëvendës ministri, ja unë do ta them, jo ti, jo juve. Tha zëvendës ministri punëve të brendshme për policat në Strugë dhe në nuk kemi e para e punës, t'jemi korrekt, mos shpifni, mos më vendoni gojën time, fjalë që nuk i thash. Nuk bëra shpifje, ja citova kemi patur zgjedhje, thash, dhe kemi patur një periudhë 100 ditore ku nuk kemi mundur të bëjmë emërime. E dini se si kanë rrjedhë punë për sa i përket zëvendës ministrit të mbrojtjes. Ishte një zyrtare aty klanit Taravarit, e cila ka vendosur të largohet dhe duhet të gjendet zëvendësim, apo sektori është i ndjeshëm sepse ne jemi pjesë e NATO-s, zoti Rashidi, dhe nuk mund të vendosësh ti se cilin e emëron pa patur disa konsultime me NATO dhe me partnerët tonë ndërkombëtar. Ky është qartësimi. Te pyet e Maqedonisë, e mbani në mend një konferencë për shtyp të drejtorit të BDI-s atje apo zëvendës drejtorit vitin 2023. Thoshte nuk kemi asnjë shqiptar, do e padisim SDSM në gjykat. Unë ju jap një lajm të mirë, hiç më larg se javën që shkoj, u emërua për zëvendës drejtor i policisë së pyjeve një kuadër shqiptar, për herë parë në historinë e institucionit, kontrolli i brendshëm përsëri u emërua një zëvendës drejtor shqiptar, këtë punë e bëri zëvendës ministri Joni Mbrojtjes, zoti Albrim Hoxha, dhe du ta falenderoj publikisht për kontributin e tij të pandërprerë në përmirësimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në të gjitha institucionet në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, të cilat i kemi trashëguar në këtë përbërje dhe me këtë fiasko të përfaqësimit nga ana e BDI-s, ku ka patur ministra, sekretar e kështu me radhë në vazhdimsi. Në polici mbani mend ato farë konferenca për shtyp apo show mediatik, zoti Fetaj, zoti zëvendës kryeministër, krejt në rregull çfarë ka bërë BDI-ja, iku ajo faza. Unë po ju jap argumente konkrete edhe ju po i mohoni argumentet konkrete. Jo, nuk po i mohoj, po i dëgjoj, po i dëgjoj, nuk mohoj asgjë, ja, po bashkë bisedojmë vërtet. Duhet thjesht në situata të tilla të ketë argumentime për të thënë që okay, ka qenë një situatë siç ishte. Ato jap edhe një argument tjetër për policinë në Strugë. Ato jap edhe një argument tjetër për policinë në Strugë. A dini pse nuk ka udhëhec të policisë, udhëhec shqiptar të policisë atje? Sepse kuadrot e Arben Taravarit me në krye Taravarin kanë propozuar njerëz me dosje kriminale për atë pozitë dhe na kanë mbajtur peng për 6 muaj me radhë. Edhe pse brenda Vlenit është kërkuar që të dërgohet emër i një profesionisti të pastër me certifikat sigurie kështu me radhë. Ju e dini se aty është përsëritjes, sektori i ndjeshëm është polici, e cila duhet të lufton krimin, korrupsionin, të garanton sigurinë e kufive. Kur propozon emër të kriminalizuar me dosje penale kaq dhe pa certifikat sigurie dhe e mban peng tër Vlenin për 6 muaj, faji nuk është as te pala tjetër, po as brenda Vlenit. Është e personat që kanë promovuar figura të tilla për pozita të ndjeshme, përsëri po e them pozita të ndjeshme. Shumë mirë, ja kjo pyetje dhe kjo përgjigje është shumë direkte dhe shumë e sinqertë, të cilën e respektoj, sepse në fakt diskutimet kështu duhet i bëjmë. Aty ku kemi gabuar vetë, të themi njerëz, kemi gabuar. Se ne kur i bëjmë pyetjet zoti Fetaj ose kur kemi kundër argumente, nuk i bëjmë për t'ju vënë juve në pozitë të vështirë me dashakësi. Jo, po është me rëndësi të jemi korrekt. Po pra, nuk e bëjmë me dashakësi. Mos vendosim gojën time fjalë që nuk i kam thënë. Unë e citova, thash zëvendës ministri i punëve të brendshme e tha, si në kuptimin e citimeve që thash, kishte të bëjë me Vlenin, jo direkt me ju. Tani u sqaruam atë. Të lidhem te konstatimi i fundit. Shqetësimi kryesor i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut në gjithë këtë periudhë ka qenë që në postet e duhura nuk ka pasur njerëz të duhur. Rasti i fundit që ishte me Komisionin Antidiskriminim, me gjithë kujdesin ndaj zonjës që ishte në fjalë, pyetja përplaset përsëri te politikanët. Si ka mundësi që politika zgjedh njerëz të cilët nuk janë
të duhurit në postet e tyre. Dhe në qoftë se ju ma jepni rastin, siç ma thatë, në mënyrë të sinqertë, të cilët realisht e vlerësoj shumë, atëherë ne nuk duhet i bëjmë vetes pak një pyetje si shoqëri, nuk flas si parti politike, po normalisht edhe brenda partive që prisni për vëllezër dhe motra, çfarë njerëzish çojmë në këto institucione, çfarë njerëzish vëmë në këto poste? Pajtohem totalisht me konstatimin tuaj. Fatkeqësisht në vendin ton është instaluar një mendësi e mrapsht që është shndruar në mentalitet ku partia vendos për çdo gjë, ku pozitat udhëheqëse, po edhe punësimet, po edhe avancimet janë thellësisht të politizuara dhe ne prej ditës së parë si qeveri kemi punuar në kuadër të strategjisë për reformën e administratës publike duke sjell një sër ligjesh të reja që tentojnë të sjellin në rend të vendosin meritokracinë, kompetencën si kriter themelor në pozitat e larta udhëheqëse në administratën publike, natyrisht krahas edhe çështjes tjetër që është çështja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, që neve si shqiptar, po dhe gjitha komunitetet tjera beson shumë bukur. Për shembull, zoti Zëvendës kryeministër e thoni mendsinë. A nuk do të filloj? A nuk do të filloj kjo prej vet partive? Tani vleni është siç është me më shumë parti, do ta pyes edhe për këtë në fund se si do ecin gjërat, por kjo mendsi a nuk duhet të filloj me një vet kritik personale tonën për të thënë, ja, se cila parti në vetvete, prisni për si njeri do e çojmë atje, po siç thatë dhe ju, edhe unë kam dëgjuar plot raste ku thuhet që në filan drejtorie, drejtor duhet të jetë përfaqësuesi i alternativës. Për shembull, e marr shumë shembull, mos më keq kuptoj asnjë parti. Në qoftë se nuk ka kandidat të duhur ajo parti, vendi mbetet bosh. A nuk thonë këto partit është më e dëmshme ta lënë vendin bosh sesa mos ta çojmë njeriu tën i cili nuk e gjejmë dot me specifikat e profesionit? Jo, po sigurisht, po duhet t'i dallojmë megjithatë llojat e emërimeve që bëhen, ku ka emërime që janë në diskrecion të politikës, realisht janë puro politike, ku nuk ka konkurs, aty është diskrecion dhe duhet sigurohemi, unë besoj kemi për obligim si parti politike, si udhëheqës, që të gjejmë emrat më të mirë të mundshëm për secilën pozitë. Dhe se gjërat duhet të balancohen brenda koalicionit. Ta zon, nëse i bie se alternativës apo LD-s të udhëheqën dhe nuk ka kuadër adekuat, unë jam i thtarë i asaj që bëhen edhe ndrime. Nëse unë personalisht nuk gjej një kuadër për një institucion, pse jo të ndrohen edhe institucionet, e ke fundi dhe besoj që kjo është krejt në rregull. Aty ku ka konkurs, pastaj është çështje tjetër, duhet vjen pyetje kompetenca, meritokracia e kështu me radhë, dhe e përmendët zonjën në fjalë që u bë temë dje, mu vjen mirë që e pashë kishte reflektim megjithatë. Ajo më duket ishte tërhequr, ka pranuar që nuk i plotson kushtet dhe është tërhequr nga gara, duke mos vënë barr mbi deputetët. E përmende kandidatin për polici, e përmendëm këtë zonjën në fjalë dhe përsëri ndeshemi me mendsinë ku partit me lehtësi vendosin njerëz, propozojnë njerëz, pa parë nëse i plotson kriteret ose jo. Kjo nuk është nuk na çon as sekundi, apo flasim përsëri për te çdo partie. Më besoni, nuk kam asnjë lloj tendence kundër një subjekti politik, por kjo mendsi duhet të shkatërrohet. Pajtohem totalisht dhe kjo ka filluar të ndryshon. Në seancën e dytë të kësaj qeverie kemi vendosur parime të reja për sa i përket emërimeve në pozicione udhëheqëse në institucionet shtetërore. Në kohën paraprake nuk kishte kriter dhe njerëz sikur ishin mësuar me këtë punë dhe unë e di që kur kemi patur raste përfshirë në subjektin tim për emërim të një drejtori apo zavendës drejtori, ata vishin na thonë, po hajde shkoj ushtrues detyre se në kohën e BDI-s kanë shkuar ashtu pa kriter. Dhe mundohem që ndërkohë të rregullojun kriteret e mia brenda 6 muajve të kryj studimet apo ta kryj stazhin e punës të nevojshëm. Ne kemi vendosur që një kriteret që vlen për ushtrues detyre janë ato që vlen për drejtor apo për drejtor fuqiplot, zavendës drejtor fuqiplot në këtë rast, dhe nuk ka përjashtim nga ligji. Për neve zbatimi i ligjit është prioriteti numër 1. Nuk ka hile këtu, nuk lejohet që dikush të futet në pozicion pa i plotësuar kriteret që parashihen
për një drejtor fuqiplot dhe natyrisht kemi vendosur edhe kritere tjera. Njerëz me lëndë penale nuk mund të emërohen drejtor, zëvendës drejtor, funksionar në këtë përbërje qeveritare. Ky është një standard që e kemi vendosur dhe standard që e kemi respektuar, zbatuar në plotni. Asnjë drejtor që nuk i ka plotësuar kriteret në start për sa i përket shkollimit dhe stazhit të punës apo që ka patur lëndë penale nuk është emëruar nga kjo qeveri. As si ushtrues detyre. Një nga temat kryesore që ka qenë, edhe lidhet pak direkt me punën tuaj, ka qenë korrupsioni dhe antikorrupsioni. A mendoni që kjo qeveri po bën sa duhet në këtë çështje? Edhe pyetja sado që të jetë retorike, në fakt lidhet me faktet. Raporti i Komisionit Evropian në fund të dhjetorit ishte kritik për këtë çështje. Transparency International thotë që vendi ka rënje për 12 vende. Tani pyetja prap shumë kështu, shumë direkte dhe shumë sinqert. A mendoni që po punohet sa që duhet për antikorrupsionin? Kam qejf të jemi të sakt. Këto ditë ka qarkulluar një fake news nga përsëri po duket grupit Aravarit, i cili ka riaktualizuar raportin e Transparency International nga shkurti i vitit 2005 duke i referu performancën në vitin 2023-2024. Këta ta heqim nga tavolina. E presim raportin e radhës të Transparency International ku do shohim rangimin e shtetit. Raporti i progresit i Komisionit Evropian është shumë i qartë në pikët ku ka qalim. Lufta kundër korrupsionit ka dy përbërës kryesor. Një është ana preventive, për të cilën është përgjegjëse qeveria, bashkë me Komisionin Antikorrupsion dhe institucionet, të pushtetit ekzekutiv bashkë me agjencitë e pavarura. Dy është pjesa represive apo ndëshkimore, ku përgjegjës janë prokuroria dhe gjyqësori. Qalimet më të mëdha, aty nuk ju vendot fajti pse tash gjykatësi nuk e ka sill vendimin. Ja i kritikojmë edhe ata. Me që po përmendni raportet e Komisionit Evropian, duhet shohim detaje se çka ka në ato raporte. Kritikat më të mëdha nuk janë në anën preventive, kritikat janë për sa i përket pjesës ndëshkimore. Dhe është shumë mirë. Jo, më fal. Në raporti i Komisionit Evropian ka një shqetësim të madh në raport se të ndërhyrjes së qeverisë në gjykata, në zgjedhjen e institucioneve të drejtësisë. Kështu që tani nga raporti mund të marrim çfarë të duam. Po nuk janë zgjedhje institucion, ne e dim që kemi nisur interpelancë ndaj kryeprokurorit. Te raporti a thot hapur që qeveria ndikon në sistemin e drejtësisë. I cili fatmirësisht e ka kuptuar situatën, e ka kuptuar që e ka diskredituar totalisht edhe pozitën e kryeprokurorit, edhe sistemin e drejtësisë në tërësi, është larguar, shumë mirë që është larguar, tash është hapur konkursi për kryeprokurorin e radhës. Po mënyra konsiderohet si ndikim. Kjo është në raport. Ai ka dhënë dorëheqje, ne vetëm i kemi kujtuar që nuk ka kredibilitetin më të vogël për të qëndruar në atë pozitë, sepse këto raporte flasin për atë kredibilitet. Sondazhet e institucioneve ndërkombëtare ku flitet për 2% besueshmëri të qytetarëve ndaj institucioneve të drejtësisë, flasin për performancën e atij zotërie. Në momentin kur flasin zoti Rashidi për performancën e Këshillit Gjyqësor, e mbanin mend çka ndodhi atë me Besa Ademin kur nuk deshte të lejonte të mbyllen e Mjallkovit e Gruevskit e kështu me radhë. Kush nuk fliste? Pesh i madh i vogël aty për ta shkarkuar zonjë në Këshillin Gjyqësor. Shumë mirë që po ndryshon edhe përbërja e Këshillit Gjyqësor, edhe e Këshillit Prokurorial, dhe do kemi një riset të tërësishëm të sistemit të drejtësisë, ku performanca e tyre do mbatet pas një viti ku të shohim performancën, sa dënime përfundimtare kemi në rast të korrupsionit në nivelit lartë. Ne si qeveri kemi bërë pjesën tonë. Shihni sa qindra lënd janë dorëzuar nga krimi organizuar në polici punëve të brendshme, nga policia financiare, kush e zbuloi atë gjyqtarin që i kishte fshehur 350.000 euro në murin e shtëpisë së tij. E zbuloi qeveria përmes policisë financiare, apo ai gjyqtar ishte ortak i atij tjetrit që është në listën e zezë amerikane sepse ja kanë mbyll bashkërisht lënd Mjallkovit. Me këtë sistem nuk mund prisni luftë efektive kundër korrupsionit. Ja do të bëj një pyetje direkte, ju e keni premtuar. Anën preventive e kemi bërë. Anën represive do ta bëjmë si vend, si shtet, kur të reformohet sistemi i drejtësisë, i cili është jo funksional, jo kredibil, jo efektiv. Në momentin kur ndërhyni te sistemi i drejtësisë, prandaj del pastaj edhe liria për të bërë pyetjet se sa ndikoni edhe pse ndikoni. Por dua të bëj një pyetje. Shoh që ka ndërhyrje të faktuar.
Komisioni Evropian e thoshte, pa tash mos t'i kthehemi asaj. Ligji për konfiskimin. Në qoftë se kishte një diçka që qytetarët e mirëpritën si qeveri e re, duke ardhur edhe për jush, ishte që personat e korruptuar, të cilët janë pasuruar në kurrizë të qytetarëve, duhet pasuria tu konfiskohet. Çfarë po ndodh me këtë ligj? Në lidhje me këtë çështje, përsëri është shkaktuar një lloj traume kolektive. I mbani mend para disa muajve skandalët që i kemi zbuluar si ekzekutiv në lidhje me keq menaxhimin, në lidhje me korrupsionin te agjencia për menaxhimin me pronën e sekuestruar, ku janë avulluar miliona euro të pasurisë së sekuestruar në vend se të njëjtët të shitën dhe buxheti që vjen nga këtë shitje të financoj institucionet, të financoj shërbimet publike në vendin tonë. Unë, personalisht, si zëvendës kryeministër, jam përgjegjës për zbatimin e strategjisë për hetime financiare dhe konfiskim të aseteve. Kemi sjellur këtë vit që shkoi strategjinë e re për periudhën 2025-2028 dhe ju ftoj qysh tani ditën e hënë në qeveri për seancën inauguruese të Këshillit të Ri Nacional për Hetime Financiare dhe Konfiskim të Aseteve, i cili krijohet si institucion i ri për të ngritur këtë çështje në nivelin më të lartë politik. Do kemi kryeministrin të pranishëm, ushtruesin e detyrës së ambasadorës amerikane, ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe të gjithë ministrat dhe institucionet përgjegjëse për këtë fushë. Si në shumë çështje tjera, e përmendëm më herët raportin e Komisionit Evropian, çka shohim nga viti në vit në Komisionin e Raportit Evropian. Kritika për mungesën e dënimeve përfundimtare në rast të korrupsionit në nivel të lartë dhe mungesën e mekanizmave efektive për konfiskim të aseteve që burojnë nga krimi dhe korrupsioni. Strategjia e re synon të adresojë këtë çështje. Të premten që vjen nesër përfundon punën grupi i punës për rishikimin, amandamentimin e ligjit për konfiskimin e aseteve në procedurë civile. Sepse këtë ligj që kemi trashëguar nga përbërja paraprake, gjyqtarët dhe prokurorët thonë që është i pazbatueshëm. Rrjedhimisht, kjo qeveri bën rishikimin. Do me thënë, ky do jetë top prioritet i qeverisë. Do me thënë, do ketë një ligj i cili pastaj do jetë i qartë në procedura se si do konfiskohet pasuria e atyre që supozohet që kanë marrë pasurinë me korrupsion. Do japim briefing për këtë besoj javën e ardhshme, po ashtu do shikojmë se si është zbatuar kjo strategjia paraprake për hetime financiare dhe konfiskim të aseteve në periudhën paraprake, dhe nga aty të dalim te strategjia e re me prioritetet e reja, me ligjet e reja që rregullojnë këtë çështje dhe urojmë me rezultate shumë më të mëdha për sa i përket vëllimit, sasisë dhe numrit të lëndëve të konfiskimit të aseteve dhe shitjes së aseteve në procedurë civile. Minutat më mbarojnë, po dua edhe 2-3 çështje që kanë të bëjnë me politikën dhe që lidhen prapë me punën tuaj. E para është raporti me VMRO-n. Çfarë raportesh gëzon vleni në raport me partinë kryesore maqedonase? Pse e bëj këtë pyetje? Sepse shpesh marrim informacione që në fakt një nga prioritetet kryesore të shqiptarëve të çfarëdo lloj partie qofshin, integrimet po ngecin. Dhe kemi një anë që deklarativisht dhe jo vetëm, unë personalisht e besoj që gjithë liderët shqiptar kur e thonë që duan ta shohin Maqedoninë në BE, nuk e dyshoj. Por dyshimi është se sa në fakt janë bindës në raport me kryeministrin VMRO DPMN-in. Një sugjerim thotë që janë zyrtar të lartë, ndoshta edhe vetë kryeministri ka thënë që ne der këtu shkojmë, dje edhe në intervistë një gjë të ngjashme tha që ne nuk mund të bëjmë më shumë, tani është puna e BE-s, por praktikisht kjo çështje madhore duket se po ngecet. Si është komunikimi me VMRO-n kur adresohen çështje të tilla që janë prioritare për shqiptarët? Shifni, çështja e integrimit evropian është prioriteti numër 1 strategjik i qeverisë sonë. Unë nuk kam asnjë dilemë që kryeministri është pro-evropian dhe se kryeministri e sheh Maqedoninë e Veriut vetëm si anëtare të Bashkimit Evropian. E dini që çështja e kontestit bilateral me Bullgarinë dhe futja me disa prej çështjeve që bëjnë pjesë në këtë kontest në kornizën tonë negociuese me Bashkimin Evropian në përbërjen paraprake,
ka hasur në disa rezerva nga ana e VMRO-DPMNE-s. Ju e dini po ashtu që çështja e ndryshimeve kushtetuese është çështja e konsensusit politik ku duhen arritur numra të caktuar në dy taborat për të bërë ndryshimet e nevojshme kushtetuese. E dini po ashtu që Bullgaria nuk është karakterizuar me ndonjë stabilitet të madh politik gjatë periudhës që po e lëm pas, se këtu ka patur zgjedhje, rrjedhimisht fokusi ndoshta mund të ketë qenë po në vende tjera në momente të caktuara. Këtë vit unë besoj që do shohim lëvizje në këtë drejtim, ka plan konkret, ka kërkesa konkrete të cilat diskutohen me partnerët tanë ndërkombëtar dhe uroj shumë shpejt edhe me Bullgarinë. Besoj që do shohim në fazën që vjen tani më që zgjedhjet janë mrapa, që gjërat janë qartësuar në nivel të Bashkimit Evropian, të Maqedonisë dhe të Bullgarisë uroj shumë shpejt që të rifillojmë me një dialog më intenziv, më konkret rreth çështjeve që duhet të adresuar. Ju thoni që do të fillohet me një dialog të tillë këtë periudhë, këtë vit. Unë thash ka patur kontakt, ka patur dialog, veçanërisht me Bashkimin Evropian, ka patur vizitat në dy anë, domethënë në mënyrë goxha intensive. Thash që me Bullgarinë nuk ka patur ende ndonjë dialog shumë substancial, disa kontakte që kanë ndodhur aty këtu, fatkeqësisht edhe disa përplasje përmes mediumëve nganjëherë, që besoj që nuk do i shohim periudhën vazhdim, do intensifikohet dialogu dhe unë besoj që këtë vit do ketë zgjidhje në drejtim. Në vërtet nuk dua të tingulloj cinik për hir të cinizmit. Procesi është shumë i rëndësishëm. Por këtë deklarime në të ardhmen do të bëhen prej kurse ka filluar qeveria, ne nuk i shohim. E dim kontekstin, e dim çështjen delikate, personalisht e kam ndjekur gjithë rrugtimin e integrimit të gjithë Ballkanit që kurse jam marrë profesionalisht me gazetari, me BBC-n e këtë me radhë, dhe ne ende dhe qytetarët ende për këtë çështje flasin në të ardhmen. Mirëpo gjeopolitika siç po ndryshon dhe skena politike globale siç po ndryshon, ti e kupton që në qoftë se je jashtë strukturave të fuqishme, mund të jesh shumë i rrezikuar. A mund të ndikojë kjo edhe ky element që realisht të mbyllet kjo çështje me gjithë temat që mund të jenë të dhimbshme për Maqedonasit? Unë nuk besoj që duhet t'i frigojmë qytetarët, ne jemi pjesë e NATO-s. Siguria jonë është e garantuar nga Aleanca Veriatlantike, jemi partner i barabartë në atë aleancë dhe këtu nuk ka arsye për shqetësime në nivelin e sigurisë. Projekti evropian është projekt strategjik, projekt i cili nuk ka asnjë alternativë tjetër, ne nuk duam të ngelim jashtë Bashkimit Evropian dhe unë nuk shoh që ka ndonjë forcë politike në vendin tonë përveç ekstremit levica që dëshiron. Akuzat janë se nuk bëhet asnjë gjë. Në çfarë kuptimi? Në kuptimin e përgatitjes së ligjeve, në kuptimin e përgatitjes së administratës, në kuptimin e pavarësisht ngecjes që diçka e pranojmë që ka të bëjë me Bullgarinë. Po vendi mund të përgatitet dhe ti ndërmarr të gjitha hapat pavarësisht kësaj ngecje, se në momentin kur do të zhbllokohet ti ke avancim. Kritika është kritik e sinqertë, nuk jo me kontekste politike, është se në fakt VMRO-DPMNE-ja pothuajse komplet e ka lënë këtë çështje anash për arsyet. Jo, zoti Rashidi, kjo nuk është e vërtetë. Madje në çështjet teknike, ligjvënia, strategji politika e kështu me radhë që e kemi për obligim të miratojmë në kuadër të agjendës së reformave dhe partneritetit përgjithshëm që kemi në Bashkimin Evropian, Maqedonia e Veriut është vend lider sipas vlerësimeve të vetë Bashkimit Evropian. Jo, nuk ka ngecje. Agjenda e reformave po ecë me tempo shumë shpejt. Po e shohim në baza javore në seancat qeverisë ligjet që kalojnë që janë pjesë e agjendës së reformave, ligji për Këshillin Prokurorial, Këshillin Gjyqësor. Jo, unë besoj që në këtë drejtim Maqedonia e Veriut është shumë e përkushtuar dhe dëshmon me fakte në kuadër të mekanizmit të agjendës së reformave se është vend lider sa i përket përgatitjes për antarësim në Bashkimin Evropian në rajon. Sepse bëri buj një deklaratë e kryeministrit i cili tha që jemi para Shqipërisë, po se mbajnë mend si e bëri formulimin. Ju mjaftua, ja si u interpretua, ja u mjaftua vetëm për t'i thënë opinionin që hey, ne jemi para Shqipërisë, kështu që kjo nuk është esenca e deklaratës të Bashkimit Evropian. Shqipëria ka bërë përparim
të jashtëzakonshëm për një periudhë të shkurtër. Shumë Po, vërtet. për një çështje ligjesh, miratimesh, ligjesh e tjera, Maqedonia është përpara, ne këtë e dim. Sipas vlerësimeve Por të Shqipëria ka bashkimeve. bërë një hap. Logjika e pyetjeve të gazetarëve ishte pse dhe nuk bëjmë hapa të përshpejtuar siç Shqipëria, që ta mbyllim këtë proces sa më shpejt. Jo të kënaqet kryeministri dhe pjesa e opinionit për të thënë që ja punë e madhe se ne prapë jemi para Prandaj Shqipërisë. po vjen mirë që po i diskutojmë këtë çështje sepse duhet dallohet procesi politik, geostrategjik nga procesi teknik, ligjvënës e kështu me radhë, që është realisht një checklist që duhet të zbatosh, ke agjendën e reformave, ke monitorimin e saj dhe e sheh se si qëndron në raport me vendet tjera, po në raport edhe me vetveten tek e fundit ka rezultimeve që i ke marrë. Ne e dim që jemi shumë mirë në këtë pjesë, e dim, baza javore ka një grup koordinues për agjendën e reformave në nivel të qeverisë, ishin një postimet, njoftimet nga ato takime, kemi seanca tematike në baza 2 javore në nivel të qeverisë për zbatimin e agjendës së reformave dhe këtu jam shumë i kënaqur me tempon që kemi si qeveri për të zbatuar këto obligimeve që kemi marrë ndaj Brukselit. Pjesën politike e folëm më herët, besoj që ky vit do jetë vit i zgjidhjes dhe shumë për ta mbyllur në njerëz raport punojnë për me të rregulluar BE-n, këtë. përshtypja është se korrupsioni mund të jetë në rritje ose nuk është luftuar aq sa duhet, indeksi Këtë për ja lirin. lëm raportit të Transparency-s po. e jo PR-it të Arben Taravarit, sepse nuk janë shumë serioz. Okay. Indeksi për lirinë e mediave gjithashtu problematik, 6 vende rënje. Pra po them, nuk kam fare synim të bëhem cinik në kuptimin e pyetjeve. Megjithatë, kur ke raporte të tilla që vijnë nga institucione që megjithatë ju kontradiktojnë në konstatimet tuaja, a ka një reflektim të brendshëm, prisni për njëherë se ndoshta nuk i bëjmë ca gjëra siç duhet. Ja, përsëri duhet të dallojmë më vonë informacionet, kush janë informacionet, kush i plason, a janë aktuale apo janë reciklim, siç ishte rasti me raportin e Transparency gjatë kësaj jave. Do i shohim raportet e radhës, natyrisht me Bashkimin Evropian kemi dialog të përhershëm, ministrat, unë personalisht e kështu me radhë, kryeministri padyshim, dhe për avancimin, progresin ton teknik, jemi krejt në rregull. Reflektim patjetër se ka, e thash janë formuar shumë trupa punuese për agjendën e reformave në Bashkimin Evropian, këtë që e përmenda më herët Këshilli Nacional për herë të parë në atë nivel politik për hetime financiare dhe konfiskim të aseteve, strategjia e re antikorrupsion është përgatitur me input nga gjitha institucionet relevante, me një dialog ndërsektorial që nuk e kemi parë më herët, kemi edhe një drejtues të ri të Komisionit Antikorrupsion pas fatkeqësisht skandalit korruptiv, një farë mënyre. Se nuk duhet i kthejmë temës, pra kush i zgjidhte ato, kush jemi, po nejse, e sqaruam atë. Po mirë, jo, e rëndësishme është që të reflektosh. Kjo është që ndoshta qytetarët më shumë kanë nevojë ta thonë. Në të gjitha raportet kur dalin këto çështje, ajo çfarë presin është okay. E kemi bër këtë gabim ose kemi gabuar në hapa, ne duhet të trashëgojmë situatë. Edhe kjo. Për atë nuk ju fajson askush. Që të qartësojmë. Çfarë keni trashëguar keq, nuk ju fajson askush. Madje konstatimi është më shumë ju jeni të fiksuar ndaj të kaluar se sa vetë qytetarët. Po, është një vlerësim që ka të vleni një fiksim të panevojshëm ndaj BDI-s. Dhe njerëzit thonë, okay, 2 vjet kaluan, e kuptum që kanë bërë keq atë, ja unë e them si vëzhgues, si opinionist, si gazetar që problemet e trashëguara nuk mund t'ju fajsojnë juve. Mirë po, për problemet e trashëguara, çfarë po bëhet? Që po ta përmbyllim bisedën, a pajtoni që ka një fiksim të tepruar ndaj BDI-s? Ja, unë nuk besoj që jemi të fiksuar me BDI-s, problemin kryesor të raporteve ndërmjet bllokut opozitar dhe atij në pushtet në pjesën shqiptare ka të bëjë me një si mund përshkruhet kjo në terma psikologjike, po kemi një BDI që asesi nuk po mund të ambientohet dhe të shavetën si opozit dhe rrjedhimisht të sillet si opozit e cila është korrigjues i veprimit të qeverisë. E kemi një BDI që qëndron mbrapa derës së qeverisë në vazhdimsi, edhe kur thirrën në takimet e liderëve, ata nuk i flasin çështjet në tavolinë, në prani të gjithëve, po kërkojnë takime tet-a-tet, siç thoshte Ali Ahmeti, apo kokë më kokë me kryeministrin për t'ju vardisur, për kërkuar futjen e tyre në qeveri.
ky ka qenë skenar në kohën kur i bën ato kidnapimet e selës Taravarit e kështu me radhë, plan ky i cili do shtoj. A keni frikë se mund t'ju zaventësoj BDI-a në qeveri atëherë? Kjo nuk është çështje frike, qytetarët vendosin për këtë çështje, nuk. Po jo qytetarët, në kuptimin që mund të ketë marrëveshje që një parti e juaja mund të iki pjesë e Vlenit që është dhe të vi BDI-a. Ju trem kjo? Ne nuk kemi nevojë të frikohemi që qytetarët vendosin për këtë çështje, qytetarët folën shumë qartë, folën shumë zëshëm në zgjedhjet lokale, Vleni fitoi 10 komuna, BDI ka disa komuna. Në parlament situata është tjetër. Mund të ndodhet që të futet BDI-a në qeveri për shkak të një marrëveshje që mund të krijojë me VMRO. Tani kjo nuk është e pamundur teknikisht apo jo. Rashidi nuk frikohemi as nga zgjedhjet. Madje si Vlen besoj që kemi interes që sot të shkojmë në zgjedhjet parakoshme parlamentare dhe mos bëhet më fjalë as për BDI, as për AKI e Front Evropian e çka ishin ata, sepse atje nuk ka më asgjë që i bashkon ata njerëz nuk e kanë më kredibilitetin më të vogël, nuk e kanë as ndikimin më të vogël në terren ditën e sotut kur flasim, sepse ata u ndëshkuan nga qytetarë, janë në opozitë çdo kund dhe duhet të sillen dhe ta kuptojnë vendin e tyre si forca politike. Okay. Do t'ja lëm atë se çfarë mendon BDI-a për veten e vetes në rregull, por do kishit pranuar zgjedhje të parakoshme? Në anën tjetër, zoti Rashidi, u zbulun këto ditë edhe disa gënjeshtra të BDI-s. Ish më lartë se mbrëm, po më duket kryeministri e demantoi Ali Ahmetin se Gjaja pas ka pas një marrëveshje me të për zgjedhjet dyfishta në tetorin që e kemi lënë pas. Këtë javë përsëri me fakte u tha nga përfaqësues të VMRO-s, më duket në debatet në parlament, që BDI kishte pranuar të futet në qeveri me një ministër më pak dhe pa pozitën me pa kryetarin e parlamentit. Është e shpifur kjo qasje e qëndrimit mazdere dhe e uljes së pazarit, nëse mund ta përdori këtë fjalë, në raport me koalicion. BDI-a gjithashtu ju akuzon juve këtë, por kjo nuk du t'i kthejmë asaj përplasje, apo thamë në fillim do të bëjmë bisedë të shtruar pa atencionin politik. Do kishit pranuar zgjedhjet e parakoshme? E thash më herët, zgjedhjet e parakoshme janë interes i Vlenit, janë interes e kësaj përbërje qeveritare, sepse legitimitetin në tërësi e kemi ne. Terenin e kemi ne, por thënë të vërtetën, nuk është në interes të vendit, nuk është në interes të qytetarëve që të humbasim edhe një 6 muaj tjerë, sepse opozita kërkon zgjedhje. Roli i opozitës është që të kërkon zgjedhje në vazhdimsi, rol i qeverisë, i burrë shtetasve është që të shohim procesin, të bëjmë reformat e nevojshme, të ecim në rrugtimin tonë drejt Bashkimit Evropian, të rregullojmë çështjet e pagës minimale, kemi shumë çështje të cilat kërkojnë vëmendje, kërkojnë shumë punë, lufta kundër krimit, korrupsionit e kështu me radhë. Renitët ju vetë 10 sfida gjatë kësaj interviste dhe nga përvoja unë e shoh që kur shkohet në zgjedhje humbasin 6 muaj, që nuk është në interes të askujt e as më pak të partnerëve tonë ndërkombëtar. Nuk do kishin dashur zgjedhje sepse do ndodhin këto vonesa, mirë po diskutimet për zgjedhjet e parakoshme vijnë nga kuloare të politikës, sidomos të qeverisë, kështu që prandaj dhe lind kjo pyetje, po ju e thatë përgjigje. Është shumë e qartë në këtë drejtim. Neve na konvenon të shkojmë në zgjedhje parakoshme, nuk është në dobi as të procesit, as të vendit, as të qytetarëve. Pyetja që dua pak ta lidhe edhe me ty edhe ta përmbyllim këtë bisedë, po një herë me Vlenin, a do të bashkohet Vleni më shpejt që është e mundur në një parti? Pse? Sepse përshtypja është që duke qenë me 4 parti, gjithë këto përplasje brenda koalicionesh, idesh, forma presioni që ne i shohim ose nuk i shohim, i dëgjojmë ose nuk dëgjojmë, bëhen shumë më lehtë. Kur është një lider apo ose një struktur është më direkt komunikimi. Madje kishte edhe një lajm pa dashur të hyj përsëri në terma spekulativ, ku edhe kryeministri kishte thënë, jam lodh më duke i shuar zjarret mes Vlenit. Do bëhet një parti? Për pjesën e fundit nuk e di ka thënë. Mund të ketë qenë në thash, nuk do të hyj në spekulime, por ishte një lajm si tell, pastaj nuk ishte më e kemi analizuar. Nuk e di ma ka qenë as ka qenë lajm. Po, hiç nuk ka rëndësi, unë po ju pyet si gazetar. A do arrini të bëhet një parti për hir të kësaj që thash sa pak më sipër? Vleni është realisht më i bashkuar se kur. Rezultati i zgjedhjeve lokale ka dëshmuar këtë gjë. Si në komuna, ashtu edhe në votë që kemi marrë si Vlen.
Taravari, si di në studion tuaj, diku tjetër, kishte thënë që Vleni me të ka patur diku 107.000 vota, pa të i ka 91.000, po në shoh që AKI pa të i kishte 137.000 vota, me të i ka 107.000, i ka humbur një 30.000 vota. Pra ky është impakti i këtyre zgjedhjeve lokale. Unë e thash që jemi më të bashkuar se kur, kemi harmoni që nuk e kemi patur realisht gjatë periudhës paraprake sa aty ishte Taravari, për këtë u desh të bëhet një sakrificë e madhe nga ana e jonë, si Aleancë për Shqiptarët. Unë e disha që në bazë të një sondazhi të brendshëm që e kishte porositur Taravari, struktura jonë, votuesi jonë në shkallë prej 70% kishte thënë që nuk don asnjë lloj bashkëpunimi me BDI-n. Vetëm 2% ishin për bashkëpunim me BDI-n. Ja, ky fiksimi jo me BDI-n me Taravari. Jo, s'ka lidhje me Taravari, po harroje Taravari tani për këtë pjesë. Jo, zotër, për herë parë thuhet kjo gjë, edhe është me rëndësi të thuhet. 70% e votuesit të Aleancës për Shqiptarët ishte kundër çfarë do lloj bashkëpunimi me BDI-n, vetëm 2% për bashkëpunim me BDI-n. Zoti Taravari e ka pas këtë informat, ka vendosur të shkon atje, ne kemi bërë pjesën tonë, kemi ditë që votuesi dhe struktura aktivisti i Aleancës për Shqiptarët me ata të BDI-s janë si vaji dhe uji. Ti mund t'i detyrosh të futen në një gotë bashkë ato dy substanca, mirëpato nuk përzihen asnjëherë, sepse nuk e pranojnë njëra tjetrën. Tash, Vleni pas kësaj sakrifice, këtë betejë që e bëm ne brenda, është e thash më kompakt se kur, më unik se kur, funksionon kadroviku i përbashkët, PR-i i përbashkët, thujse sekretariate në nivel të Vlenit. Po pse është kjo përshtypja atëherë që është vështirë, e kam të vështirë të zgjedhë një kryetar? S'ka lidhje në çfarë forme, në kuptimin rotacion jo, i kemi dëgjuar gjithë ato propozimet, por përshtypja të qytetarëve është që s'po vendosin kush të jetë kryetar. Unë nuk e di kush e ka nxit këtë, më thon, krijimin e këtij opinioni publik në lidhje me çështjen e Vlenit, besoj që BDI ka shumë. Ja ta zëm që ka bërë BDI, pavarësisht. Rol mbrapa kësaj çështje, unë e shoh që Vleni funksionon, kështu që është Vleni dëshmoj që funksionon edhe në zgjedhjet lokale që i kaluam në tetor, nëntor, dhe në qeverisje po ashtu e dëshmon që funksionon. Kemi koordinim javor para seancave të qeverisë, kemi koordinim. Ja, unë do ta bëj një pyetje direkte. Dhe për mua zoti Rashidi, dhe po dal nga fundi i përgjigjes sime, nuk është realisht shumë me rëndësi kush zgjedhet kryetar, në çfarë forme zgjedhet kryetari, për mua është me rëndësi që të ruhet modeli i funksionimit të Vlenit, që është barabartësia midis 4 subjekteve që e kanë themeluar Vlenin, sepse kjo është formula që siguroi fitoren e Vlenit në zgjedhjet lokale. Po të mos kishin qenë këto 4 struktura dhe të ndjehen aktivistët e tyre votues, e tyre realisht të barabartë në atë hise, unë nuk besoj që do kishim korrur këtë sukses. Prandaj ne duhet të definojmë bëhem një parti dhe shumë partitë ekzistuese, apo vazhdojmë me ekzistim të partive ekzistuese, po për mua më e rëndësishme është mbi cilat parimet të vendimmarrjes, të strukturimit e kështu me radhë. Çështja e zgjedhjet së kryetarit është çështje krejtësisht sipërfaqësore që vjen në fund kur definohen të gjitha këto gjëra, kur ndërtohet konsensusi brenda radhave të Vlenit mbi modelin që duam për të vazhduar këtë rrugtim. Do ishit ju një kandidat konsensual kryetar i Vlenit në çkuptim me që partitë e tjera i kanë liderët e vet, ti tani je pak Po ne jemi parti politike, po duhet formalizohemi, ta kemi edhe një vulsi të tjerat. Ka gjasa mund të jesh një kandidat i pranueshëm për kryetar të Vlenit? Kjo është biseda më e parëndësishme për mua. E thash, nuk është me rëndësi kush zgjedhet kryetari i Vlenit. Ka lloj-lloj mënyra për të zgjedhur një kryetar, me rotacion, pa rotacion. Ku janë lloj-lloj modele që vetëm kemi diskutuar dhe duhet të diskutojmë në vazhdimsi. Po mirë, në atë strukturë duhet ta shohësh veten dikundin, nëse jo kryetar, pa dashur të bëj ndonjë insinuat, po me që logjika e bisedës shkoi ashtu, prandaj e bëra pyetjen, por duke qenë një figure kësaj strukture politike, një pozicion të rëndësishëm, qoftë edhe për të zbatuar vizionin që sapo e artikuluat, do duhesh të ishit një nga figurat. Prandaj dhe lind pyetja. Vleni funksionon me një kryesi të ngushtë, realisht janë 4 kryetarët, 4 liderët plus Bekim Qoku si element i vetëvendosjes. Aty diskutojmë këto opsione bashkarisht, aty secili është më i mirë se tjetri dhe e thash, për mua është totalisht e parëndësishme emri i individit, i cili do jetë kryetari i parë i Vlenit,
përderisa dakordojmë mënyrën e funksionimit, parimet. Kur mund të ndodhe ky dakordsi të mbyllet? Ja, për shembull ta heqni edhe ju prej agjendes aty, mos ju pyesin me gazetarët, mos ju pyes me opinioni tani këtë dilemë, se nuk është aq e rëndësishme për njerëzit kush është kryetari, por del në sipërfaqe. E rëndësishme për njerëzit është a bëjmë punën ajo. Për shkak të sakrificës që bëm si Aleancë për Shqiptarët, ku 2 herë e kaluam një situatë, një herë me zgjedhjen Selën, i cili na ikin në BDI, pastaj Tallavarin, i cili na ikin në qeveri, në BDI, ne si brum, si strukturë jemi ata që jemi ndoshta më provlenit prej gjitha strukturave, sepse kemi bërë edhe betejë, kemi dëshmuar këtë me një luftë brenda llojit, brenda familjes sonë. Unë du që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt. Du që të dalim të një konsensus që na mundson pastaj definojmë detajet se kush është kryetari, kush sekretar, këto janë të parëndësishme. Aty secili është do ndodhen periudhën në vijim. Po, besoj që për pak javë do japim kahje, dhe duhet të japim kahje kësaj çështje, a shkojmë me një parti dhe me shuarje të partive ekzistuese, apo i runë secili partinë e vet dhe vleni është një lloj federate e partive. Kjo nuk është shumë e rëndësishme. Me rëndësi është që të ketë konsensus, që të ruajmë të gjitha përbërësit e këtij vleni që kanë qenë formula e suksesit ton, si zgjedhjet parlamentare, si qeverisja, ashtu anë zgjedhjet. Krejt në fund dua ta lidh pak edhe prandaj e pyeta me Vlenin se përsëri shkojmë te ju dhe te personaliteti juaj. Të ka ardhur keq që je kthyer nga Brukseli? Jo. Po dua një përgjigje humane, jo për politikani. Pse e bëj këtë pyetje? Se vazhdimisht ndeshemi me idenë që njerëzit po ikin dhe ka shumë pak prej tyre që po kthehen. Tani ju jeni kthyer në një post të rëndësishëm shtetëror, kështu që nuk është një rikthim i zakonshëm që do riktheheshte secili, se këtu nuk ka vende pune apo siguria dhe gjithë çështjet që ne i dimë dhe jetojmë. Megjithatë nga aspekti më personal. Zoti Rashidi, kjo është një rrugtim i gjatë, personal dhe profesional i imi. Unë punën e parë që e kam bërë pas mbarimit të masterit në Bruksel, ka qenë një praktik 6 mujore në Kuvendin e Republikës Kosovës në vitin 2004. Pra ka qenë vendimi imi që të vi këtu në rajon, mundësia më është vënë në Kosovë, kam kaluar 6 vite gati profesionale në Prishtinë, kryesisht në zyrën e kryeministrit, dhe e kam pa vetën gjithmonë ne në diasporë, është jemi pak ma ndryshe nga qytetarët që vazhdojnë të jenë këtu në vend, e kemi një lloj lidhje ndoshta emocionale pak ma ndryshe në vendlindjen, kemi ideale të cilat fatkeqësisht e them edhe nganjëherë me drejt njerëzit të cilët jetojnë këtu nganjëherë edhe humbasin edhe kërkojnë zgjidhje tjera. Unë shoh që në përgjithësi Mërgata, as më tepër ajo Mërgata cilës i përkas unë viteve 80-ta, 90-ta, e ka ruajtur këtë falidhje emocionale edhe si e balancon jetën atëherë mes familjes dhe prezenca jote këtu. Se kjo është një sakrificë edhe njerëzit tonë kanë bërë, se kur kanë shkuar në Mërgim, i kanë lënë familjen këtu, për ti e kështu rruga është e kundërta. E kundërta. Njëra ndaj, pastaj këndej. E thash, unë kam qenë çdo herë i lidhur, kam vepruar, punuar këtu në Aleancën për Shqiptarët, kam qenë prej fillimit, gati prej vitit 2016-17, dhe kjo nuk ka ndodhur rastësisht, aty ka pasur një kontribut të madh ndër vite, disa pozicione në nivel të partisë, kryetar kuvendi, shef kabineti kryetari, shef departamenti, kështu me radhë, dhe nuk ka ndodhur rastësisht. Kur e kemi marrë pushtetin, është dhënë mundësia që të vi, dhe të kontriboj, të marrë përgjithësi, dhe unë e kam pa kështu. Unë kam pa si privilegj që kam kërku, sepse se kam kërku këtë pozitë realisht, më është ofru dhe më është kërku me ngulm që të marrë përgjithësi, dhe kam vendosur të marrë përgjithësi, sepse besoj me gjitha kufizimet, me gjitha gjërat që nuk shkojnë mirë në vendin tonë, megjithatë me vullnet të mirë dhe me vullnet politik, disa gjëra dhe mund të rregullohen dhe kemi dëshmuar që shumë gjëra mund dhe po rregullohen gjatë qeverisjes sot. Të zemrohet familja që je më shumë pjesa e familjes, ndoshta po, sakrificët më të mëdha kanë familja realisht, bashortja dhe fëmijët, të cilat kanë ngelur atje, sepse në fillim vendosëm ashtu. Tash në vazhdim do duhet shohim se si riorganizohemi. Në fillim vendimi është marrë shpejt për 2-3 javë, dhe natyrisht nuk kam dashur të shpërngul vajzat, kanë qenë shkollimi e gjitha mbruaja punin. Po ja se cinikët do thonë, po të ishte mirë, do e kishte marrë familjen këtu, pse se ka marrë këtu?
Po e thash, nuk është vendim që merret për 2-3 javë. Më shkriju, kjo është politikë. Kështu që mund të ndodhë që edhe familja komplet vite jetoj. Kjo është politikë dhe vendimi është dashmirat për 2 javë. Për 2 javë keni familje me gjasë edhe ju, për 2 javë nuk besoj që mund të bindni ju me grua, me fëmijë që duhet shpërgulen diku tjetër, pa i rregulluar disa gjëra aty në background. E thash, barrën e sakrificës e kanë ato, realisht. Dhe krejt në fund kam dëgjuar kështu kur thonë që ai e ka kollajse edhe, por nuk funksionoi këtu, do kthehet prap atje në Bruksel, ku edhe ashtu shumica e qytetarëve duan të ikin. Është e drejtë kjo? Jo, shifni, kjo punë nuk është plan B, kjo është plani A. Unë nuk kam marrë me bindjen që baj diçka kështu një periudhë caktuar dhe dezertoj kur gjërat nuk shkojnë mirë. Aq më tepër që në këtë proces dhe veçanërisht nga maji i kalum kur bëm këto lëvizje që kemi bërë si Aleancë për Shqiptarët, kam edhe përgjegjësi ndaj shumë njerëzve, të strukturave, të bazës, aktivistëve dhe të votuesve të Aleancës për Shqiptarët dhe natyrisht nuk mund t'i lëm këto njerëz në rrugë, në qorsokak dhe tash këto vendime që i kemi marrë vijnë edhe me përgjegjësi ndaj këtyre njerëzve, ndaj këtyre strukturave, sepse mbrapa secilit prej tyre ka një familje. Nëse bëhet zgjedhje dhe Vleni do të humbas, hipotetike është pyetja, e pranoj. Edhe në qoftë se nuk e kemë postin, do vazhdosh të rish në Maqedoni? Po. Okej. Zoti Zëvendës kryeministër Arben Fetaj, faleminderit për këtë bisedë. Besoj që tentuam të sjellim pak më shtruar argumentet për te atij tensioni që zgjedhjet i sjellin, por me një premtim se sidomos ligjin për përfaqësim të drejtë do ta analizojmë dhe do ta shohim se çfarë do sjell më tej dhe urojmë që të kemi përsëri pjesë të podcastit. Me shumë kënaqësi, faleminderit për ftesën, bashkëbisedimin. Bashkëbisedimi mirë. Me disa vrejtje të vogla. Po sigurisht ato ekzistojnë se po mos jetë tensioni media dhe pushtet, atëherë nuk shkojmë dot përpara. Po gjithsesi faleminderit, të dashur ndjekës, këtu përmbyllim këtë podcast, sigurisht do të vim sërish bashkë me ju. Deri atëherë, mirupafshim.